dhe pastaj gëzojnë të gjithë pasurinë që i kanë vjedhur populli. Për sa kohë nuk bëhet konfiskimi i pasurive të këtyre personave të cilët kanë qenë pushtetarë, politikanë, shtetarë, nuk di, për mua nuk mund quhet drejtësi më, sepse dëmi është shumë i madh i Shqipërisë. Dhe të vi puna të dënohen me 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, thash, këto është papranueshme për një reformë i cili janë harxuar miliona lek për atë reformë. Dhe në fund fare përfundimi është skandaloz, domethënë. Po të shohësh të gjithë kanë dalë me 1 vit, 2 vjet burg, dhe konfiskim pasurie nuk ka. Për sa kohë nuk ka konfiskim pasurie, ajo nuk quhet më drejtësi. Me që përmendë Spakun, kreu i tij Klodian Brau tha dje se asnjë nuk është mbi ligjin, e jo më pak zyrtarët. Tani, mos ndoshta Palluku ishte, si më thon, fitili i dinamitit për hyrjen në Spakut, pra për këtë hyrje mbar që ai po i nis qeverisë, a mendoni se do ta thelloj akoma më shumë Palluku, pra është e para nga emrat të mëdhenj? Mas Ballukut nuk ka emri më i madh është Paradhoma. Balluku nuk e kam qyt Paradhoma Ramës. Okay. Dy janë persona të cilët duhen goditur nga Spaku, domethënë. Është kryeministri i Shqipërisë dhe është edhe presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës për çështjet e Lionit, sidomos të Sarandës, ku ka firmosur edhe të gjithë asetet e ushtrisë, të cilët i kanë nxjerrë jashtë përdorimit. Okay. Dhe janë me firmën e tij, dhe Rama si kryeministër, i cili ka kthyer vendin në një magazin droge dhe shpërndarje, pastrim para dhe korrupsion masiv. Dhe kjo nuk është se është e thënë nga një person, apo e them unë, apo dhe kjo është vërtet, po kjo është një fakt publik. Dhe fakti publik është sepse këtu ndërtohen kulla nga 50 kati, nga 100 kati, nuk di se ku i gjejnë lekët, se si i marrin këta lek, nga vijnë këto lek, dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj transparence. Rama ka ndërtuar, unë praneu tash që Rama ka ndërtuar mafian shtet, sepse ai çdo veprim e bën nëpërmjet kompanive të huaja, të cilat janë edhe offshore, apo edhe tashmë ka gjetë edhe atë stilin e këtyre arkitektëve të huaj, ku arkitektët e huaj paguajnë me miliona plas lek, dhe arkitektët shqiptarë marrin atë thërrimen, vetëm vendosin firmën dhe marrin atë thërrimen. Dhe ky është një korrupsion akoma më i madh që Rama ka ndërtuar. Dhe prandaj thash që ai ka ndërtuar mafian shtet, se ai është komanda vet, ai vetë vendos ke gjykata, ai vetë vendos ke pushteti lokal, te presidenti vetë i firmos e vetë i byrë, se ai rikot aty. Ai kapter ushtri, se s'ka si gjë, ai firmos kot. Ja rrezik edhe firmën ja ka marrë ky, ja bo vet. Po ky ka ndërtu, ky ka policinë në dorë, ky ka ushtrinë në dorë, ky i ka të gjitha në dorë, dhe një njeri që i ka të gjitha në komandën e tij, patjetër që ka ndërtuar të sistemin e mafjes. Nuk nguroj kur ta them që ne jemi një mafia shtet që na drejton, dhe nuk na drejton asnjë lloj pushteti tjetër. Fatkeqësia është se kemi edhe një opozitë, e cila nuk është apatike, është e pa motivuar, nuk sjell asnjë lloj fryme, nuk ka asnjë lloj kauze, nuk jep asnjë lloj alternative, po është një opozitë që bën sikur bën opozitë, bën sikur bën ca protesta, të cilat janë vazhdimisht dështojnë. Dhe Rama në këtë kontekst, Rama qeveris në mënyrë tepër komode. Ka gjetë atë pjesën ku tashmë Rama merret me politikën e jashtme, themi, ose merret me këta ndërkombëtarët, ndërsa opozita merret me çështjet e brendshme. I kanë dalë si duket problemet. Njëri me këto, tjetri merret me ato dhe vazhdojnë qeverisin në këtë lloj forme. Kështu që nesër do jetë një ditë e cila jashtë kontekstit të Ramës, apo të opozitës, apo dhe të Berishës vetë, do të shohim karakterin e deputetëve. Kështu kam thënë të paktën sot,
kam deklaruar që do shoh dinjitetin dhe karakterin e deputetëve. Sa dinjitos do jenë ata për të shërbyer kombit e për të shërbyer popullit të tyre. Apo janë thjesht ushtar të cilët do ngrenë kartonin. Por të paktën nesër ka një gjë pozitive të paktën për shqiptarët dhe ndërkombëtarët njëkohësisht, se votimi do të jetë i hapur dhe gjithsekush do t'i dali emri dhe surrati vet atje, se çfarë bote do japi. Rama është munduar ta kthejë në një vendim politik atë që bëri, se Rama jo më kote thiri grupi parlamentar dhe deklaroi të thash si gjykatës që mbylli dosjen dhe tha rrëzohet. Pra e ktheu në një vendim politik dhe në vendimet politike patjetër që deputetët duhet të zbatojnë vendimin politik partisë, por në këtë lloj situate ku ajo vot që do ngrenë nesër do jetë pro apo kundër qoftë Amerikës, qoftë edhe Bashkimit Evropian, janë të dyja që kanë investuar në drejtsinë shqiptare. Kjo do të tregoj hapur nëse janë pro apo kundër jo spakut, jo kërkesës spakut. Këtu flitet a do jenë kundra Amerikës edhe Bashkimit Evropian, apo do jenë pro Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe pro kësaj reforme të cilët ata e bën. Kalojmë tek tema e fundit ajo e Kosovës, dhe të pyesa pak në lidhjen se pse mendoni se gjykata kushtetuese e Kosovës pezulloi dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e kuvendit? Ashtu si në Shqipëri, se shqiptarin edhe ata nuk janë më tepër. Ashtu si në Shqipëri edhe atje bëhet një vendim i mos vendimit. Gjykata kushtetuese merr një vendim pezullimi, nuk di pse e merr vendimin e pezullimit dhe nuk di pse e pranon kërkesën e Albin Kurtit. Për sa i përket zgjedhjeve apo dekretit të nxjerrë nga presidenti i Republikës. Në njëjtën kohë që kushtetuta e Kosovës e ka taksative nëse nuk mlidhet bëhet korrumi në seancën e parë apo nuk ka dy kandidat në seancën e parë, atëherë kalohet direkt në zgjedhjet të parakohshme. Kështu që dekreti ishte konform kushtetutës, pastaj u gjetën disa artifice të cilat këta majtistët janë fantastik kështu për nxjerr artifice. Po Albin Kurti, marksist-leninist, e nisi tash është bërë pak social. Social internacionalist, po aty ngelet prapë. Është çik ka ndryshuar pak nga komunizmi, është bërë pak më nga qendra. Por gjithmonë i majt mbetet. Dhe thash këta të majtet janë fantastik kështu për të nxjerrë këto artifice, kanë nxjerrë një dy artifice të kota dhe harron atë pjesën tjetër, merr për bazë të pjesën kur Albin Kurti nuk u fut nuk u vënë dhe gjykata kushtetuese në atë kohë vendosi që duhet të jenë pranishëm, deputetët e kanë detyrim kushtetues për të qenë pranishëm në sallë, por ishte moment tjetër dhe ishte kohë tjetër se në atë kohë kishin rënë dakord, partitë politike kishin rënë dakord. Pra kishin bërë një konsensus për zgjedhjen e presidentit në atë kohë. Dhe këta u detyruan pastaj të futen, ndërsa në këtë moment nuk kemi një dakordsi nëpërmjet nuk kemi një dakordsi politike ndërmjet partive që kanë rënë dakord qoftë për mënyrën apo edhe për emrat e kandidatëve. Pra është një diçka tjetër dhe në këtë lojë futet edhe gjykata kushtetuese, thash në këtë moment gjykata kushtetuese nuk ishte pse u futse në lojë fare. Por zbatohet në 86, nuk është 81, nuk e marr mend i kushtetutës Kosovës, mos vjen një kot. Por është Neni përkatës, i cili thashë e ka në mënyrë taksative nëse kuvendi nuk bën korumin në seancën e parë ose nuk janë dy kandidat për president, atëherë kalohet në zgjedhjet parakohshme. Në fakt me për pjesën e Kurtit dhe Osmanit, a kemi një konflikt midis këtyre dyve? Ta kaloj pak në zhargon, amos Osmani kërkon t'ia fusi Kurtit? Jo, Osmani nuk është puna se Osmani do t'ia fusi Kurtit apo Kurtit. Tu ka një çarje ndërmjet Osmanit dhe Kurtit, ka një çarje, siç kishte një bashkim që ishin në një kohë ishin bashk, ashtu siç Osmani i bëri nder Kurtit
me datën 28 dhjetor, kur caktoi datën 28 dhjetor për zgjedhjet parlamentare, dhe ai ishte momenti kur Kurti manipuloi mjaft bukur votat, sepse mos harroni që diaspora ka votuar edhe në diasporë, ka votuar edhe në Kosovë. Të erdhëm për vitri ata dhe votuan aty. Pavarësisht se ju kishim vajt letrat në shtëpi, e kishim votuar në shtëpi. Domethënë, dhe Osmani ditë shumë mirë këtë, dhe i erdhi për shtat Kurtit pikërisht me idenë se do të zgjidhësh apo do të rizgjidhësh përsëri presidente. Prandaj them që këta nuk janë politikanë, këta janë pazargjinj. Dhe ajo tjetra pastaj që duke qenë se Kurti nuk ka shkel në shtëpi të Bardh, pra nuk ka vajt në Amerikë në takime me administratën Trump, dhe të gjithë takimet i ka bërë Vjosa Osmani, këtu është ajo xhelozia shqiptare, pastaj që pse duhet të jetë ky dhe mos të jem unë. Dhe këtu filluan edhe ndarjet, sidomos pas takimit që bëri Vjosa Osmani me presidentin Trump në bordin e paqes, aty ishte pak më i atqetuar Kurti, për vetë faktin pastaj se u duk që Vjosa Osmani sikur kishte një marrëdhënie më të mirë me Ramën se sa Kurti, dhe kjo u duk edhe në vizitën që bëri Rama, në takimin që bëri me Kurti nuk pati konferencë shtypi, Kurti nuk bëri konferencë shtypi me Ramën. Ndërsa në takimin që bëri me Vjosa Osmanin pati konferencë shtypi. Pra ishte është një ndarje e thellë ndërmjet Kurtit edhe Vjosa Osmanit.